Po largohemi nga vallëtimi për një moment e po kalojmë në teatr. Pikërisht në vendin ku aktori Vedat Bajrami pati stand-up komedinë e tij United States of Albania. Të paktën një natë për të argëtuar dhe buzëqeshur në krahasim me këto ditët ngjyrëhiri. Për çfarë flet kjo stand-up komedi, për ju që nuk ishit prezent, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Problemet e shoqërisë ndër vite ishën ndruar në komedi me një dozë të lezetshme humori. Se kom punu shumë kom punu për këtë lart. Edhe Zoti po më shpërblet. E në mbrëmjen e së mërkurës, njëri nga këta të tre, për herë të parë do të shfaqej vetëm në skemë për të prezantuar stand-up komedinë e tij USA. Për ta ndjekur nga afër e për t'u përlotur nga e qeshura me intrigat e tij, kryeqytetasit i amësyn teatrit kombëtar, ku edhe do të prezantohej United States of Albania. Unë sonte pres zakonisht ato çfarë pres prej aftësive të Vedatit edhe e di që sado që t'na jep nuk kam me u befasu për shkak se pres shumë prej tij. Mezi po pres me po edhe mu knoq me performancën e Vedatit se po shpresoj edhe shumë po besoj që ka bu diçka të jashtëzakonshme. Ma kanë lavdu shumë, edhe po pres me kesh. Si rrallë herë, kjo sallat natë u stërmbosh. Leçë nuk mjaftuan ulësit statike të teatrit, por në disa qoshe u pan edhe karrige shtesë, madje as korridorit të sallës nuk mbetën bosh. Në anën tjetër, Vedati me ekipën e tij po bëshin gati në zhveshtorën e teatrit. Publiku e ka të veçantën e vet që është një skenar që e kam shkruar vet, edhe është një histori 50 vjeçare që i përmbledh prej para luftës deri mas luftës krejt problemet në Kosovë. Probleme shoqërore, civile, politike, ato është publiku mas miri, unë e kom për detyrë sa të shfaq. E gjithë përvoja metaforike e tij interpretohet përmes shfaqjes e cila quhet United States of Albania, një emërtim interesant, e njëherët edhe provokativ. Pse është thik me dy teha, është USA, jem edhe USA, edhe United States of Albania. Ti pas për modelet, rrap, me shroma. U kryka pu. Shko në vendi ata në ambasdor. Ai përmes kësaj komedie interpretoi gjithë jetën dhe përvojën e tij, që nga paralindja, lindja, fëmijëria, koha e luftës, pas lufta, ngjarjet politike, e gjithçka ngjau dhe përjetoi ai deri tash. Orë me porë si, kur se haroj, me lapsë në dorë. Problem. Kur se haroj, orë në porësimit e qysha lapsin. Hopa, edhe ullë shakrit mja këshin që se s'kam. Qa po kërsh? Asja kërsh lute, ha? Si të bizë di. Kur përshdo, tu ullën e në që kemë sut janë sy. Aji është i shikimi nënës. Kur përshdo, i shuj, a i njëgjë i kjo stem. No, në stem komt. Fja qisi me fry, tu për i djele to. Visit një shkëllqimi, Vjale visit marta shkami, Qyqa vizet është atë zë drazen nga litë. Mësus jam ave datë po shkryte mamit. Zemra. Ma vedat po flamurin ku që zi, a e si kanë kjo stem. Për 1 orë 20 minuta të pranishmit u argëtuan pa mas. Momente gazmore, argëtimi dhe kënaqësie, kjo shfaqje pritet të dhuroj edhe qytetarëve tjerë. Kusho? Cili dherë? Kusho? Cili dherë? Pikbere ma shërë o shërë? Hajde pikbere? Pikbere? Që përta? Ti marrë një pikë spesa për që i shpejtë? Cili dherë? O që? Po be. Që të po? Thash, që të lo? Ky stand-up komedi është përkrahur dhe realizuar nga Digital. A besoni? Tapeta do qu.
dy gotat kristalit e patjetese në Gjermani, a prash burit lak, që e bane të mirë, po vetëm i rodomi, kur si ka të? More, tani po fej Siria, po prodhon bomba atomike. Bomba atomike për orën me shikone, ka? Prive.